Vaj panës është një ngjyrë bimore. Vaj panës per se nuk është rrezikshëm. Vaj panës përdoret gjithsesi sot në gjithë botën në këtë industrinë e ëmbëlsirave. Skandali i pesticideve të ndaluara në Bashkimin Evropian, që qarkulloi në Shqipëri, ka marrë vëmendje pas ndalimit të një ngarkese mandarina shqiptare në Kroaci më 29 nëntor. Analiza zbuluan praninë të klorpyroforos, një pesticid i ndaluar nga Bashkimi Evropian që nga viti 2020. Rasti u raportua në RASFF, Rrjeti i Sigurisë Ushqimore në Bashkimin Evropian. Ky nuk është një rast i izoluar, sipas të dhënave të BIRN, pesticidet e ndaluara vazhdojnë të përdoren në Shqipëri për shkak të neglizhencës shtetërore, mungesës së monitorimit dhe boshtiqeve ligjore. Ministria e Bujqësisë pranoi se vetëm gjatë vitit 2024 janë identifikuar 7 pesticide të ndaluara në fruta dhe perime, ndërsa laboratorët privat raportojnë rreth 35 pesticide të ndaluara, të cilat qarkullojnë në treg. Klorpyrofos dhe klorpyrofos-meth u ndaluan në Bashkimin Evropian për shkak të efekteve të rënda toksike, veçanërisht në sistemin nervor. Shqipëria u përpoq të ndjekë këtë shembull, por lejoi importin dhe përdorimin e tyre për disa vite pas ndalimit nga Bashkimi Evropian. Fermerët vazhdojnë t'i përdorin për shkak të efikasitetit dhe kostos së ulët, ndërsa pesticidet e ndaluara gjenden lehtësisht në farmacinë bujqësore. Autoritetet shqiptare kanë dështuar në monitorimin e situatës. Ata kanë bërë analiza të kufizuara dhe me vonesa të gjata duke lejuar që produktet e kontaminuara të hyjnë në treg. Ekspertët e sigurisë ushqimore paralajmërojnë për rreziqet e konsumimit të produkteve të ndotura, që mund të shkaktojnë dëmtime endokrine, nervore dhe rritje të rrezikut për kancer.